Tani do rrini apo do ikni nga salla se do flasun? Por kur flitet për vjedhje, Klevis Balliu unë duhet ta dëgjoni me vëmendje se ka ekspertizë si askush në këtë botë. Është rritur në një familje ku vjedhja ka qenë pjesë e edukatës familjare, pasi është rasti unik në Shqipëri e tij ose kunata e dashura kunat e Farib Balliut, ishte sekretare e përgjithshme e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe në ndërkohë njëkohësisht administratore e Alpin Bau, një kompani e sajuar me një Serb, Slobodan e kishte emrin si gjithë serbët, dhe nga ana tjetër zonja, sekretare e përgjithshme e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Blegina Agolli e dashura kunat e Farib Balliut, tezja e Klevisit. Ju them, dëgjojeni Klevisin kur flet për vjedhje se është i masterizuar. Ja kanë bërë që të vogël edukatën në shtëpi. Ishte dhe administratore e një kompanie e cila merrte tendera infrastrukture nga fondet e shtetit. Sekretari i përgjithshëm i një ministrie aplikonte si administrator dhe merrte fonde. Merrte fonde 150 milion euro, të cilat i ka ngrënë, shpresoj, bashkë me Klevisin që flet kaq bukur për vjedhjen sot. Rasti unikal në Shqipëri. Dhe nuk e di me cilën fytyrë shtyp mikrofonin, me cilën fytyrë dele flet aty, po të kishte qenë spaku në kohën e tezës tënde, do ishte me siguri akoma në burg sot. Ministri Demo, keni fjalën. Zoti Ervin Demo. I nderuar kryetar, të nderuar kolegë deputet, në fakt do doja të... E ka fjalën Ministri Demo, të lutem. Ministri Demo, ju lutem vazhdoni, më pas, më vonë. Të nderuar kolegë, do doja së pari të falenderoja të gjithë trupën e emergjenca civile dhe gjithë strukturat e bashkive në vend, duke filluar nga Beriu në jug, përsa i përket përballimit të situatës. Të lutem uluni. Mos shfrytëzoni, ju lutem, Zoti Balliu, mos shfrytëzoni pozicionin që jeni në fillim. Nuk ka replik me replik, uluni, ju lutem. Jo, e ka marrë fjalën Ministri Demo. Ju lutem, ju tërheq vëmendjen për fjalorin, ju lutem uluni. Fjalën e ka Ministri Demo. Ju lutem uluni. Ju lutem, respekto kodin e etikës, uluni dhe fjalën e ka Ministri Demo. Nuk keni për ta marrë fjalën tani, Zoti, ju lutem, fjalën e ka Zoti Demo. Zoti Balliu, uluni dhe do ta merrni fjalën pas ministrit. Ju lutem uluni. Ministri Demo po flet. Zoti Balliu, edhe një herë, ju tërheq vëmendjen, uleni volumin, ju lutem, dhe uluni, do ta merrni fjalën mbas fjalës së ministrit. Po dalë mbaj që kuaj do burë. Zoti Balliu, ju lutem, po tentoni që të prishni seancën plenare. Ju lutem, uluni. Jo, nuk do ta merrni tani fjalën për procedurë. Tani e ka marrë fjalën Ministri Demo. Ju lutem, siç e ka rregulloria, fjalën e ka Ministri Demo. Më jep fjalën siç e ka rregulloria për procedurë. Më jep fjalën tani. Zoti Balliu, në bazë të nenit 64
24.1 ju tërheq vërejtjen. Zoti Balliu, ju lutem mos më detyroni që të kaloj në heqjen e drejtës fjalës. Ju lutem uluni në vendin tuaj. Atëherë zoti Balliu, në bazë të nenit 64.2, ju heq të drejtën e fjalës. Zoti Balliu, ju kam hequr të drejtën e fjalës. Zoti Balliu, ju lutem uluni, ju kam hequr të drejtën e fjalës. Zoti Balliu, ju lutem uleni, mos prishni seancën. Zoti Balliu, ja kam dhënë fjalën ministrit Dema. Keni marrë vërejtje në bazë të nenit 64.2 me heqjen e të drejtës së fjalës. Ju lutem uluni në vendin tuaj, mos e prishni seancën. Mos ka ndonjë gabim se janë 4 ministra që lexojnë të njëjtin fjalim pas një ndryshim. Mos ja keni printu ju dhe ja keni ngatru kur i keni nda. Ndërkohë që ministrja fundit flet për sigurinë dhe nuk ka fol një fjalë për aktin mafios që ka ndodhur në Rinas. Aty ku shënohet kufiri midis narkos shtetit dhe republikës. Dhe ministrja nuk kujton se brenda një muji i kanë vrarë gjykatësin kur jep të vendimin në zyren e tij. Ndaj dhe keni kalu çdo gjë të pa imagjinueshme në gjithë këtë hipokrizi. Dhe duket sikur gënjeshtra është bë gjuhë zyrtare e kësaj seance. Faleminderit, fjala për zotin Balliu. Faleminderit. Tani sipas indeksit global të krimit organizuar për vitin 2025 publikuar nga Iniciativa Globale kundër krimit organizuar transnacional, Shqipëria rënditet ndër vendet me nivelin më të lartë kriminalitetit në Europën juglindore, me një mesatare kriminaliteti prej 5.2. Për sa i përket raporteve ndërkombëtare. Raportet ndërkombëtare ka bërë Europoli. Raportet ndërkombëtare ka bërë Departamenti i Shtetit Amerikan, të cilat deklarojnë se në Shqipëri kartelet kontrollojnë gjithçka. Mjafton dosja Metamorfoza, të cilën dje filluat lirimin e pjesëtarëve të grupit kriminal Gjoka, që me Olti Bistrin. Për sa i përket sigurisë, policia e cila financohet sot me këtë buxhet, siç thanë, me financimin më të lartë, për 1 orë e gjys në aeroport nuk gjendeshe as një polic. Për 1 orë e gjys në aeroport nuk ishte as një efektiv policie, as një ushtarak, as një pjesëtar shërbimit informativ. Pse? Sepse ajo ishte një vrasje për cilën shteti ishte brenda. Pse sot këtu nuk diskutohet për këto? Pse nuk diskutohet që Departamenti Amerikan i Shtetit deklaroi se Sinaloa flen në zyrën e kryeministrit? Atje e shpallin organizat terroriste, kurse ju këtu e shpallin biznesmen. Atje e shpallin organizat terroriste, kurse ju këtu e fusnin kryeministri dhe na flisnin për buxhetin. Cilës polici po ja jepni buxhetin? Policisë Ilir Prodës, policisë që ishte në makinë me Gilman Dodanin e Shullazit, asaj policie do t'ja jepni buxhetin. Çfarë? Që të garantoni që të krimit vazhdoi pa shqetësuar. Po çfarë po e jepni buxhetin kësaj policie? Që të garantoni që të heshtin kur krimi merr çdo centimetër të Shqipërisë në dorë. Po pse nuk keni hedhur buxhet ju për hetim financiar për këto kulla? Pse nuk keni hedhur ju buxhet
për hetim financiar, për kulla të cilat denoncon edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse nuk keni hedhur ju buxhet kur edhe dumani juaj ju a thot se këtu nuk më vjen asnjë ankesë, asnjë problem për çështjet e krimit organizuar dhe të kullave dhe të pastrimit parave.